U vënove këtë radhë? Kishim shumë punë. Më duhej të inspektoja 2 prefektura. Ti djalë, heja nesër tek unë në zyrë. Si urdhon zoti Jani? Certifikat lindje ke? Po. Mere me vete edhe hajde. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Do ta merrni? Po, bisedova me ta dhe më thanë se mund ta marrim. Edhe Mani kishte pyetur. S'ka gjë, nevojtar është. Do vinte vetë të bisedonte me ty. Po kjo si të duket? Pastërtore, ditë gatuaj mirë, por punë të Petritit nuk i bën dot. Po ta kem në zyrë, e përdorim dhe për punë të shtëpisë. Rrogën e mirë nga qeveria. Mirëmbrëma, Sabi. Mirëmbrëma. Sabi, uji. Erdha nën. Si shumë i gëzuar që në kesante. Më duke se po rregullohet ajo puna ime. Cila punë? Zoti Jani më thati vete nesër në zyrë. Zoti Jani ka kaq kohë që të thot ashtu. Jo, këtë radhë që ndron ndryshe. E kuptova mirën. E po inshallah. Mirëmbrëma, nën Talide. Si që n'ke për këshu, more birë, futu brënda merë një avë. Ja sa të ndronë. Mere. Zoti Jani. Hajde. Atenti! Mirëmëngjes. Ç'është ky djalë? Është ai Gjirokastros. Aha. Do të marrim në punë këtu. Tu? Pastrus, e bën dot? Si o zoti Jani e bëj, punë të jetë. Këtë e bëj se më dhimbsesh, se je jetim. Pastaj edhe zonja Figjeni më hëngri veshët për këtë. Faleminderit shumë. Ti do të bësh pastrimin këtu, do të ndihmosh edhe zonjën e Figjeni. Si o zoti Jani. Dakor, atë. Tani po të them një gjë që ta kesh vath në vesh. Puna jote këtu është vetëm pastrimi. Çdo gjë që sheh dhe dëgjon, asnjë fjalë jashtë. Si urdhëron zoti Jani? Urdhëroni, zoti Jani? Ja, zoti Arif, ta gjetëm dhe pastrusin. Si të duket? E keni parë ju, zoti Jani? Tani besoj çdo gjë në rregull. Si urdhëron në rregull. Tregoj se çfarë duhet bëj. Hajde. Naorti. Ja pastrusi. Jepi punën dhe kujdesa, diç korridorët. Si urdhën? Mirëmëngjes, zoti Arif. Shko mërkovën dhe fshesën. I bish, në ardhi pastrusi i ri.
Pash. Zotin i bish duhet ta nërësh. Ka qenë kryqja jaj i babë zotit Mirder. Hajde. Në fillim do të pastrash korridorin sipër. Zyrat, mandej këtu poshtë. Mas si të marrësh do të më mosh mu. More vesh? Sigur nën. Nisu. Mirëmëngjes Xhamita. Mirëmëngjes bi. Këtu punon? Jam pastrues. Ke shumë? Kam një 2 javë. E sa rruke? Edhe 3. Shko mirin të ngrohur ti sa të kthehemi mirë. Mirë. Gjaketën. Faleminderit. Ec. Hajde lire e vendin. Orçun. Sa kohë ke në Tiranë, the? 1 vit. Do me thënë kur është bëja demonstratet e bashkia. Këtu ke qenë, Po. Por në demonstrat nuk kam marrë pjesë. Atë ditë punoja te zoti Jani. Njashtu është, njashtu. O me zotin Jani, o me demonstratën. Të dyja nuk banë, Orçun. Po, hajde. A njef në njenin për këtu një që ashtë në resmë? Ha? Jo. Shikoj e mirë. Jo, nuk njoh njeri. Po këte në që ka një krysh në balë. Ha? E nje? Jo, nuk e njoh. Po ç'është ai? Ai? Vesh mos më rafë në dorë, se për nurt pejgamberit, me gërshan kam me ja prej mishin, cop. Ky ma prishi synin demonstrat. Demek, donë të me mprojt flamurin, po do t'a gjej. Vesh në vdeksha. Kapten Meti, erdha unë. Hidhi pak që mërë kaldajës dhe shkon një moje. Nga e ke shtëpi të çoj? S'kam shtëpi. Banoj tek një mik i dajës. Nuk që nga Tirana? Jam ande nga jugu, nga fshatra. Po që deshe që erdhe këtu, Për punë, kam 2 motra të vogla për të ushqyer. Nuk i pas ke prindrit. Nana më ka vdekur. Babaj punonte si kallajxhi. Iku me disa qera gjinje, nuk u kthyem. Zake, hidhu kuajve tanë. Edhe unë nuk kam kohë të shkoj në shtëpi. Aha bashkë, di një vend ku ajet lirë,
Japin edhe veresie. Mirë, Ky tefteri im thot se ke edhe një rrugë për të bërë. tefteri yt nuk gabon, zoti tek. Veç shëno aty se po bëj edhe punën e karrocierit. Ndryshe të lash shënden. Hajde, jepi duarve, ha? Përse ka vonë? Ora është 6:30 shkëlqesi. Zoti këshilltar? Brenda shkëlqesi. Urime, zoti ministër. U formua Partia Komuniste pikërisht në hundët tuaja. Por, sinjor... Ç'bën agjentura juaj? Përse harxhoni fondin sekret? Apo për të gjuajtur në një vagabond? Shërbimi që kam nderin të kryesoj sinjor Ugolini Hajde, ka qenë në urdhrat tuaja. dil për jashtë. Doni të më bëni ortak? Dëgjoni, zoti ministër. Deri në fund të muajit unë kërkoj të më dorëzoni krejën. Na morti, Urdhë, zoti Arif. a ka me këto gjende ti? Shko tek magazinjeri dhe me rrobe të reja. Më futesh në syret e zotërive, pale. Si urdhër. I more, ha? Edhe falnero fashizmin. Qerata. Hajde këtu, hajde. She. Tash ti dukesh tamam si plum. Vishu. Xhameti, ç'është kjo Partia Komuniste? Ku në gjove ti këte? Zoti Ugolini po i bërtisë ministrit për Partinë Komuniste që ish formuar në hundën e tij. Nuk na duhen e këto punë. I din zotnit. Këtu, more djalë, duhet të mbyllësh edhe veshët, edhe syt. Urdhëroni, zoti oficer. Vazhdojmë lojën çuna. Mirë dita, Sabie. Oj, Petriti.
Si që n'ke veshur kështu? Që n'ke bërë tamam si gjandar. Gjandar? Për kokën e tatës si gjandar po m'dukesh. E mirë që dukem si gjandar. E pastaj? Po unë që shakot. Më fal. Mua mi dhan, nuk i vesha për qef. Kjo është uniforma pastrusit. Do t'i mbash gjithë një veshur? Si të më thonë. Si që n'ke veshur kështu, që n'ke bërë tamam si gjandar. Hape, Selime, jam unë mani. Largoju! Petrit. Petrit, hape. Duket gjë? Unë flia. Viri nënës! Bahu, nën, bahu! Portatelo via! Urdhroni, tempo me figurat bukra. Urdhroni, tempo me figurat bukra. Tempo, Arrestimet e bëra më më treguan se armiku nuk vepron tym. Mbasën to ka pasur gishtën e Zefi. Mundet. Më të ne nxuarëm një mësim të mirë. Ne na intereson shumë ideal. Punon në një vend mjaft të rëndësishëm. Tempo me figurat bukra. Tempo, koha, tempo me figurat bukra. Urdhroni, tempo, tempo me figurat bukra. Erdhi përgjigjen e Qerkoli. Po, shokët kanë mendim shumë të mirë. E aprovojnë plotësisht propozimin tënd. Prandaj ti gjesh duhet ta mbash afër e të punosh në mënyrë të veçantë me të. Nga ai ne mund të sigurojmë një informacion mjaft të gjerë për planet e armikut. Kupton? Po. Që deshe zotin Zetjo, more ti? I prora bukën. E ke në Bodrum, në dhomën numër 7. Jo këndej, andej. Po ti, që kërkon këtu? Solla, bukën e zotit Zejo. Roje,
Urdhroni, zoti Jani. Ti e lejove këtë djalë të hyjë këtu? Unë, zoti Jani. Pas mbarimit të shërbimit, 10 ditë arrest. Të rënd. Si urdhron, zoti Jani. Si e kishin bërë të shkretin. Veç tashije. Tërë gjak e plagë. Çfarë katile është janë ata mori gjërë. S'di si ta tregoj. Edhe ai zoti Jani që unë e pandehja. Doni gjë tjetër. Faleminderit. Mëre, me të gjithë bisedon kështu ti? Po unë me ty bisedoj gjërë. E di që s'do të biseduar me këtë. Se ti ikën koka, ta dish? E di, ma kanë thënë dhe ata. Hatështi. Të gjeja ndonjë punë tjetër do kisha ikur me vrap. Mbase mund t'i gjende ndonjë punë tjetër, vetëm nuk duhet ikur kështu me njerë. Bie në sy për keq. Do takoj vetëm. Hatështi. Petrit! O, Petrit! Urdhë Xhameti. Hajde me mu! Jam duke pastruar. I ka marrë leje zotit Arif, po hajde shpejt! I kanë sjellë mbrëm nga Shkodra dhe Berati e Korçka. Sot do t'i internojnë në Itali. Mund t'jetë midis tyre. A, veç ne e qetësha. Din meti si ja bën mishin. Me Gërshan, mër. Me Gërshan do t'ja pres copa për nurt pejgamberit. Ogni sottufficiale in testa, avanti per fermare i dimostranti! Ku je mërtër? Nuk të mora për se hirë. Qyre, po e veshtar mirët për gosërit. Po ta diktosh lajmër zotin oficial. Nizet lufta për liri e dhe gjatë. Janë trimat partizane që luftojnë, janë vite shqipëris që marin ha. Janë trimat partizane që luftojnë, janë vite shqipëris që marin ha. Sot po dridhe tirania në mban, sot po dridhe po më shumë veri, se mbushën mërë plot me partizane, se ngrisot gjithë Shqipëria për liri. Se mbushën mërë plot me partizane, se ngrisot gjithë Shqipëria për liri. Tironi flistan!
nuk rrim atje. Nuk rri dot me ata Katila. Do të shkojmë në fshat. Ti e djali pjekur tani. Edhe unë kam marrë të bisedoj diçka serioze me ty. Por në fillim dua të pyes. A do të luftosh kundër fashizmit? Kundër atyre që quan shokët edhe shoqet tona sot në Itali? Kundër atyre që vranë një nënt shkret? Kundër golinëve, zeqove, metëve, me soje, me sorollo? Dua. Sot ka ardhur koha që gjithë secili duhet zerë vendin e vet. O me popullin, o me pushtusin. Nuk mjafton vetëm bërtasa të poshtër, Katila, nuk ri do të ma aty, do t'iki. Jo, deri do plumb. Edhe ti, nuk do t'ikesh që aty. Do t'a luftosh armikun brenda në strovkullën e ti. Atje? Po, atje. Që ande i dalin urdhra e qarkore për të vrarë dhe arrestuar shokët edhe shoqet tona, luftarët e lirisë. Ne duhet të dim për këto plane e kurthe. Po kush tregon gjë atje? E di për këta ta ruajnë sekretin më të madh, por ti përpiqu të dëgjosh ndonjë fjalë, të shohësh ndonjë gjë. Kryesorja është të fitosh besimin e tyre. Shokët më porositën tem se kjo gjë kërkohet tani nga ty. Ti je komunist, Gjergji? Edhe tani do t'jap një këshill. Ruhu nga ata se mund të ngrenë ndonjë kurth. Se atje vend kurthesh edhe intrigash është. Për atë që dërgua me porosi rezervate nga Durrësi. Po ti? Të bëj pastrimin. E pastër është. Kështu më thatë edhe dje zoti Zeqo. Këtu nuk është e pastër, unë për këtë punë paguaj. More të thash shko tani. Unë mendoj që këtë çështje në Durrës ta shohim më seriozisht, sepse se do jetë punë. Ta bëj pastrimin. Hajde. Buongiorno, signorina Gabriella. Buongiorno, Luigi. Si gjithmonë e mrekullueshme. Ç'rrugë kam për të bërë sot? Do të shkosh në kryeministri, në kuestur, në komandën e përgjithshme të ushtrisë. Pas kam punë sot. Ciao, Bella. Ciao, Luigi. Ma jep ti dikun, zoti i bish. Si të duash. Atje s'mund të bësh asgjë. Brava, hekura, njerëz që të ruajnë nga të gjitha anët.
Edhe një paloj bish me një këmbë në varë bën si qenë po t'i afrohesh. Kujtohet sot i mirë sekretet e ministrisë që në fillim tje? E di, por është shumë e vështirë. Po e pamundur nuk është. Ti ke bërë diçka. Sot për shembull nuk të ndoqë njeri. Kjo tregon se nuk ke tërhequr vëmendjen e tyre. Puna është të mos ngutesh. Pastron fillim korridoret. Pastaj zyrat, mundësish kur të ketë më tepër se 2 njerëz. Kështu do të kesh rast të dëgjosh në diçka. Po e provoj. Më ke thënë se zonja Efigjeni ka ditëlindjen. Po. Ti duhet t'ja shpërblesh të mirat që t'ka bërë. Takojmë mbas dite. Është menduar diçka edhe për ditëlindjen e saj. Si që ka bërë njëri. E solle? E solla. Ishte shumë i bukur. Po ti ku do të shkosh kështu? Në një dark. Dark zotërish? Po. Të kanë ftuar? Mirupafshim. Mirupafshim. Petrit! Do të vonohesh shumë? Nuk e besoj. Thonë se zonja Efigjeni e përdor akoma si shërbëtor. E përorët nuk mire në përgoj. E ka fjalën për zonjën Efigjeni? Edhe 100 zonja Efigjeni. Faleminderit. Po që i argjuar more djalë? Ju keni bërë aq shumë për mua, zoti Jani, sa kjo është fare pak. Bukur, ë? Shumë bukur. Është jetim, por është shumë mirënjohës. Bënej shumë mirë gjeni. Fashizmi është për të vobekti. Edhe ti djalosh, duhet i shërbesh besnikërisht atij. Do të përpiqem shkëlqyesi. Gëzuar zonjë. Gëzuar zoti Jani. Më lejoni zoti Jani? O, ju lutem. Qera ta djalë. Ku të shkoj mendja tek dhurata? Bën tërë ato para. E kam blerë me kursimet e mia, zoti Zek. Ashtu? Bukur, bukur. Natën e mirë. Natën e mirë. Petrit, eja pastro zyrën time. Erdha, zoti Zekjo. Urdhroni. Çështja 100? Si urdhron? Mos e lërë zyrën vetëm, tani kthehem. Nuk kam mendje për ato punaj. Do të nxjerrin copë bukë. Më bëri përshtypje dhurata në ditëlindjen e zonjës. Më duk veprim si për i territuri. Pas ke mbaruar, ë? Si urdhëron zoti Zeqo, juve po ju prisje. Mirë, ik tani. Shnalqeti morbish, shnalqeti që i raft, pika i raft. Sabi, çka ndodhur? Pas nesër duhet ikim nga kjo shtëpi. Pse? I zoti i shtëpisë do t'i prishte dhe do të ndërtojë një pallat të madh. Po ju ku do të shkoni? Tek Xhaxhai, na ka liruar një dhomë.
Baba tha se do të vish me ne. Ju jeni vetë një tu. Do të bisedoj me një shok mbase vetë flet tek ai. Me Gjergjin? Po, te Gjergji. Na çoj edhe këto. Zonja më tha se doje të bisedonje me mua. Si urdhon zot janë. Kam një hall të madh. Po ma prishin shtëpinë ku banoja. Tani s'kam ku të fus kokën. Po mirë, çfarë kërkon të bëj unë? Ja, sikur të flija tek bodrumit si i bishi. Mbase gjendet ndonjë kthim. I bishit ja do puna të flehet. Rregulloj Jani, e kemi dhe afër shtëpisë. Nuk bëhet dot ajo që kërkon. Duhet krijuar një situatë që i bishin ta përzën që andej. Është një interes të madh që Petriti djeg goshat dhe të lejnë ministri. Atë më tuf mund ta qërojmë fare ti. Jo, kësaj pune ne nuk do t'ja hymë. A mund të na sigurojnë ndonjë qelës nga ato të zyrave kryesore? Mundet. Tijanit për shembull. Tijanit? Po, Tijanit. Ne duhet të shfrytëzojmë një kontradikt midis Janit, myhyrdarit, i bishit. E qartë. Mirdita, zoti oficer. Mirdita, Xhameti. Zbrazët e në qenë sa të mush tjetërën. Gati! Tu! Roje. Urdhëroni. Mos lër njeri të hap derën. Si urdhëron? Zoti Arif? Urdhëroni, zoti Jani? Si ishte mundur të lihet hapur zyra politike? Hapur? Hapur, hapur. Gati! Tu!
Çka ndodh? Gjeta derën e zyrës të padyllosur dhe të hapur, zoti ministër. Arkivi? Nuk është prekur. Të gjendet me njerë fajtori. Si urdhëron? Ma tufi. Ku foma. Na vjen në rrezik sepse i kanë rrjedhur trut. Kush na e solli këtu? Ti? Si urdhëron shkëlqësi, po zoti më urdhar në fund? Zoti më urdhar. Zoti më urdhar, po të dolje ta marrë në shtëpi të vet, e le ta ushqej me bukë. Neve këtu duam punë. Le qërohet që tani. Si urdhëron? Dhe dëgjoni këtu zoti Jani. Që sot e tutje, çdo person që do të merret në punë në ministri, duhet kaloj më parë nëpërmjet zyrës suaj politike. E qartë? Si urdhëron shkëlqes. Përbes. Po marrim qaf kot zoti mirtar. Se kam lënë unë hapur. Kush e la marrë i bish? Po se di se është drejt punësh kjo. Kam shërbyer me ndeshmëri zoti mirtar. Më ndihmo. Të kam rrigja. Si u bë kjo punë, s'të bëj dot i bish. Herën e parë të ambulova se ndodhi në zyrën time. Po me zotin Jani. E di. Begarit. Hajde mbas dreke nga shtëpia të pish një kafe, mbas se gjemi ndaj mje të dërgojmë andaj nga qiflikit. Taman sin kene ma e pas ke ba. Të lagin? Si thua ti Xhameti? Ti si thua? Ran më ran. Uje ke për nurt pejgamberit. Çavata. Bukur, shumë bukur. Po të kesh mend vetëm të dëgjosh, do të shkosh shumë përpara. Detyra e djegësit të koshave është një punë shumë e rëndësishme, prandaj hap syt dhe kujdes me dyert. Se ti e pe, ai shkreti një gabim të vogël bëri dhe psoi. Zoti ministër është dakord që ti ta bësh këtë punë. Prandaj Faleminderit shumë zoti Jani. në përkosha hidhen lloj-lloj letrash, rëndësishme, të parëndësishme, zyrtare, personale. Nga pakujdesia hidhen dhe të atilla shënime që i interesuari nuk do të donte t'i dinin të tjerët. Ma kupton? Të gjitha këto mua më duhen. Ja për shembull zoti Myrdar, njëri shumë i mirë, i nderuar, por nga ndonjëherë tregohet shumë i pakujdesshëm. Vetëm ti, për gjithçka, do të vish e do të bisedosh me mua. Më kupton? Si urdhon zoti Jani? Atëherë qartë. La lingua italiana. Tu imparai l'italiano? Sì, signore. Io imparò l'italiano. Bravo ragazzo. Bravissimo. Është Xhameti. Aha. Shiko, se çka ca punë zonja Efigeni, dil pas ditane nga ne. Xhameti, ma jep Çelsin ngrohem ca. Aty tek unë bën ftohtë dhe mërdhir. Çelsin? Po. Këtë s'mund e bëj vallahi. Qyrkun ta jep, po Çelsin jo. Po pse? Më kanë thënë saken se jep Çelsin njeriut. Hajt pas me ti.
Chelsea në zotit Ugolini. Djegish? Po. Hej, shkreti I bish. Këtu ke qelsat e Zeqos dhe të Myrdarit. Atë të arkivit nuk mund ta marr. Qelsin dhe vulën e derës janë I mban me vetë. Edhe meti qelsat e Kaldajs I mban lidhur në brez. Një natë I hodha I cigare në arkiv, por nuk u deh. Mos u shpejto për qelsat e Kaldajs. Ato ka mundësi të t'i japin vetë. Me ishti djek letrat ati. Ju ka bëmo ma byrek me ithra. Të lumë shënduar në nëjrje. Dite, nënës, u rritët para kohë. Po të keni nevoj për mu, mbani zasa atje jam. Hani ju pas nëna. Nga koshat e letrave, kemi në një? Po. Zeqo I njofton të kuestorin e Elbasanit, po, që të vëzhgohej për 15 ditë oficeri I rojës financave Kemal Sopoti. Po. Dyshohet se ka lidhje me komunistët. Kur e gjetë këtë shkresë? Dje. Edhe që bërë? E doja. Gabim. Si t'ka thënë zoti Jani kur gjesh një me tilla për kosha? T'ja jap ati. Po këtë pse nuk edhe? Po doja ta thosh aty. Po edhe mua t'ma thosh edhe ati t'ja jepje. Më doli nga mendja. Kujdes për herë tjetër. Mua më duhet shkoj. Duhen emruar shok të Elbasanit për oficerin. Takimi të shtunë, dakord? Ti rri edhe ca, pastaj dil. Natën e mirë. Natën e mirë. Të zotit Jani. Hapur e ke.
Drejtori njoftonte drejtorinë e përgjithshme të policisë do të arrestoj komunistët Kamber Baço dhe Savri Mandili. Është tepër vonë, Petrit. Si tepër vonë, ne mund t'i lajmërojmë. Në çdo ishte bërë shkresa. Nuk e vura re. Po mbushet një vit që ata i kanë vrarë. Si? I pas kanë vrarë? Luftësh, Petrit. Luftë. Ne shokëve u marim hakun. Hej, Çfarë? pse i futa ata letra në xhep? Nuk është punë për ty. E pra i bishin, nuk e kam pa të fuste letra në xhep. I bishi nuk dinte të lexonte. Dhe detyrën ndaj fashizmit nuk e ka kryer mirë. She. Po na bashi mall mërdres. Ku e gjetet i këtë? Tek digje letrat e koshit zotit Myrdar. Ashtu? Urdhroni. Urdhroni? E di çfarë do të bësh? Çoja këtë zotit Ugolini. Besoj se ati do t'i duhet më tepër. Si urdhron? Dëgjoj, Petrit. Nuk është nevoja t'i thuash se ishe këtu tek unë. Bravo. Urdhroni. Ministri. Si urdhroni? Zoti ministër, kemi një ngjarje të jashtëzakonshme. Po di, këllysh. Përsa ja qove atletës atë këshillar? Mos më thuaj këllysh zoti Myrdar. Unë bëra detyrën time. Cile që nga detyra jote më rësfaqato. Të më marrë shërsen mua. Vetëm keni porositur ta ruaj sekretin. Po ti ma jep një mua, jo zotit Ugolini. Spurë gjak. Zoti Myrdar nuk u duket dhe fort i kujdesshëm. Kurse zoti Ugolini ka mbetur shumë i kënaqur për te. Ai urdhëroi të t'japim gjysmë rrogë shpërblim. Merë. Faleminderit shumë zoti Jani. Çfarë kërkon kjo vajzë? Ka ardhur të takoj Petritin. Ashtu? Po çe këti Petritin? Ka banuar tek ne. I gje vajzë e ka sënë. Si e kemri? Sabie. Mirë. Sabie. U vënova? Shqyr që erdhe. Siguron ti këtu. Ke një letër nga motra. Të shkruajnë motra. Janë mirë. Keni shumë të fala. Sa bukur e nge. Marrim një biçiklet? Mirë.
Hajde. Ç'të ketë ndodhur? Do një atentat. Vetura e zotit janë. Ike. Ishin dy të rinj që luan morën çantën dhe u zhdukën, Është rasti i dytë që na pritet korrieri, zoti kuestor. Nuk mund të sigurojmë lëvizjen e çdo personi. Nuk kemi forca për një gjë të tillë. Mos dëshironi të vëmë dispozicion gjithë ushtrinë? Apo të shpërndajmë postën me autoblind? Dani një raport odhësishëm mbi ngjarjen. Dhe më dërgoni urgjentisht. Ta heqim kufonën, zoti kuestor? Hiq. Propozimin që bëni për punën e atij djalit të vogël, si argumentoni? Mbas incidentit të fundit të motociklit, mendoj se është më mirë që postën tepër sekrete ta ndajmë si diçka tepër të zakonshme. Për shembull, ta ndajmë me korrier të thjeshtë, si shkresa finance. Askujt nuk ka për t'i shkuar në mendje për t'i sulmuar këta korrier. Një ide origjinale. Unë do t'isha dakord, zoti Ugolini. Edhe unë nuk jam kundra. Mirë. Por duhet patur kujdes. Zoti Jani, mua më thanë se duhet të shkoj edhe. Ku jemi këtu? Në han? Mbyllë derën. Si urdhëron. Më falni. Çdo? Zoti Arif më tha se duhet të shpërndaj edhe postën e drejtorisë së financave. Ç'të keqe ka këtu? Nuk e bëj dot, zoti Jani. Kam bodrumet për pastruar, shkallët, korridorin dhe dhomat e katit 2. Duhet të digë edhe koshat. Ke të drejtë, shumë janë. Nga çfarë punësh mendon të lehtësohesh? Si të mendoni ju, zoti Jani? Mirë. Tani shko atje ku të ka thënë zoti Arif, pas e shoj me bëjmë. Faleminderit. Urdhroni? Lajmëroni kapten Zalon të vijë këtu. Petrit, më blejnë paket cigare kur të kthehesh. Po kam postën. Hema se jam me shërbim.
Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mund të ma rregulloni këtë metodë? Po si. Hyrë. Oj, shiko që në qëngë. Zyrës financave të prefekturës Tiranë. Kuesturës mbretërore të Tiranës, zotit Papalilo personalisht. Sekret. Ore, kuj dërzon ti këtu? Në sekretari, gjithnjë tek I njëjti person. Ashtu, a? Qoni fjalë shoku Drinit se Petriti kishte të drejtë. Në ato zarfat të thjeshtë nda një post tepër sekrete. Si ishte mundur? Nuk e di. I qoni dhe këto që munda të marrë nga zarfat. Duhet bëni çmos që të mos bjerë asnjë dyshim i Petritin. Organizoni her pas here në një atentat kundër korrierëve polic. Ugolini dhe Zotjani le të kujtojnë se nuk e kemi kuptuar lodrën e tyre. Sa për vrasjen e Manit Qarkori tani për tani nuk është dakord. Ai e ka mbushur kupën, por me që është ngarkuar të përgjojë Petritin, vrasja e tij mund të sjellë dyshime. Qartë? Miropafshim. Miropafshim. Çfarë do? Të pastroj. Hajde më vonë. Këtë letër do ta çosh në komandën e përgjithshme. Do t'i japësh në dorë sekretarit, komandantit e pror, dhe zarfin do të ma sillesh me firmën e tij. Viva il Duce, viva il Re! Viva il Duce, viva il Re! Vincere, vincere, noi vinceremo il cielo e terra e mare, e la parola d'ordine. Po ti? Dobbiamo vincere o morire. Vincere, 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 e vinceremo il cielo.
foto për metodën, ë? Po, zoti Guri. Ja, sa të mbaroj pak me zotërit. Urdhroni. Faleminderit. Faleminderit. Lutem. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kam një post urgjente, shoku Guri. Futu brenda. Ha? Orari i postës pas ka ndryshuar kështu apo si? Jo, për sot se çka ndodhur. Më kanë vënë edhe ndjekës. Ashtu? Oj. Pa dëgjo. Në bazë të dhënave të sigurta që disponojmë, qeta e pezës sonte prej orës 22 deri 24:00 do të ndodhet në Baldushk. Formacioni 210 veta. Të merren masa të menjëhershme për operacione ushtarake. Ministri. Të lumë Petrit. Gjergjin e jejun. Puna është që ne tani të nisim ty sa më shpejt për në komandë. Ju lutem ma ktheni zarfin të firmosur. Si urdhoni shërqesi. Sa po e mora? Do njoftoj më njëherë zotin komandant. Tha Guri. Më tha. Kanë marrë me vete edhe topa. Mos u bëj merak, do të bëhet një pritje shumë e mirë. Kushte i të vallë informatori tyre. Për këtë kam një takim me Korrierën e Çetës. Ti më prit te dyqani Kicit. Sa po të marroj punë me Korrierin do shkojmë te shoku Drini. Kemi një punë shumë të rëndësishme për të biseduar me te. Ju flasun kuestori i Tiranës. Po e ndalojmë zjarrin për 3 minuta. Jeni të rrethuar nga të gjitha anët dhe çdo rezistencë është e kot. Ju bëjmë thirrje të dorëzoheni. Edhe një herë ju bëjmë thirrje të dorëzoheni. Ju premtojmë jetën dhe lirinë. Ti duhet shkosh me dojë mos më çet lajmë shokët. Gjergji. Ka përdzej gardin në të majtë të portës. Unë do përpiqem të çaj në anën tjetër.
Petrit. Petrit. Ha? Co? Çfarë ka ndodhur? Të kërkon zoti Jani. Kujt ja dorëzove letrën në komandë? Siç më that, sekretarit personal të komandantit. Ti shkove drejt atje apo ndale gjikundi? Drejt atje zoti Jani, pse? Sepse na ka dalë një sekret i madh dhe ti mban përgjegjësi për këtë. Unë e bëra detyrën time. Zarfat i sollat firmosur. Çka kanë bërë të tjerë tu nuk e di. Nuk e di. Hajt, shforu! Urdhroni. Zoti Ugolini. Zoti Ugolini, jam i bindur, nga ana jonë nuk ka dalë gjë. Mbas se duhet para ndej, në komandë. Petrit, Sa bie? Si jeni nga shtëpia? Nënta Libja, babaj. që të gjithë mirë janë, i ka marrë shumë malli, që s'duket nga ndonjëherë thonë. Edhe unë dua, por jam shumë i zënë. E di, edhe Gjergji kështu thoshte. Ket fala nga pirua. Më porositi që për këto 2 javë të ndërpresë çdo lloj veprimi. Pse? Unë nuk di më shumë. Takimi me të pas 15 ditësh. Mirupafshim. Mirupafshim. Urdhëroni zoj. Ditën e mirë. Irarçi. Dëshironi gjë? Keni kafe Brazili? Jo, kemi kafe moka, shesi me pakicë dhe me shumicë. Më duhej vetëm një pako kafe Brazili. Jepni veresie? Veresie nesër, sot shesi me para. Atje e ke të pret. Si e ke çuar mirë? Mirë, ja pas një veprim. Këto 2 javë ishte e domosdoshme të mos takoheshim, megjithëse kishim shumë nevojë. A ke vënë dyshime rreth teje? Ditën e parë Jani u mundua të mos nxirrte ndonjë gjë, ndërsa Zeqi u bëri kontroll të fshehtë në dhomën time. Ishte plagosur në dorë. E di, për një qime na shpëtoi. Po tani? Çdo gjë kaloi, përveç njërës. Cilës? Nuk më shqitet nga mendja të marr hak për Gjergjin. Hakmarrja për Gjergjin do të bëhet shumë shpejt. E di, kam menduar diçka. Do të vë dinamit në koltukën e ministrit. Ke për të parë se ç'do të bëhet. Kujton se është e pamundur? Jo, nuk them se është e pamundur. Po ne nuk mund të bëjmë me kokën tonë. Ne i bindemi vetëm disiplinës së partisë. Po mirë, ti merri leje partisë. Po ja e vrave ministrin, pastaj? Fashistët që nesër do të vënë një ministër të ri. Kurse ti i duhesh partisë luftëson që ti jesh atje. Edhe për Gjergjin ta thash, hakmarrja do të jetë shumë e shpejtë. Ai që spionoi për Çetën dhe Korrierën u zbulua. Cili ishte ai? Një spion, një qelsi. Tani dëgjoj me kujdes. Këtu ke Çelsin dhe vulën e derës jashtme të arkivit. I bëm sipas modelit që i kishte dhënë Gjergjit. Na duhet edhe Çelsi i derës dytë. Lëndëm për modelin e ke aty, dita përdorësh? Po. Na duhet për 5-6 ditë, e bëndët? E bëj. Lidhje do t'i mbajmë këtu. Po të mos më takosh mua, foli shoku që të hapi derën. Është njeriu ynë. Edhe këtë jepja atij, heldaistit.
Nuk punon më në kaldaj, tani në vere kanë vënë roje kati. Po kafen e pi një lloje, më. O, Ki e mirë me të, se mund të na duhet. I thuaj se e bleve për të. E tani si thua, ndajemi, se edhe ti mund të biesh në sy për vonesën, po edhe neve mund të na vi zotëmia për kontroll se është koha e pikës ka. Ja, u poq. Gjithë kjo ka? Pronari ma, furnizon gjithë Shqipërinë. Nuk e pas ke pa pastrimin? Zoti Jani punoj deri vonë. Sot kemi ditë në rrogave, ha? Do lagim? She si tallet dreci. Takohemi të dulla. Qerrata. Mirë. Dekje fashizmit. O, liri i popullit. Si e djali Xhaxhaj? Mirë Xhalman. Je hequr pak më duket. Jo shokudrin jam shumë mirë. Pashi, ky s'dita ankohet kurr. Deshet dilnjen mal ma dinamitin e ministrit, ha? Do shkosh. Ja sa të kryem këto ditë një aksion. Partia na ka besuar një mision shumë të rëndësishëm. Të rrëmbejmë arkivin sekret të Ministrisë Punëve të Brendshme. E kam pritur këtë shokudrimi. Po, të gjitha detyrat që të kemi ngarkuar kohët e fundit këtu kanë synuar. Ky aksion ka rëndësi dyfisht për ne. Politike, sepse i tregojmë armikut që edhe në strofkën e tij godet grushti ynë. Dhe rëndësi praktike, se zbulojmë fijet e fshehta të armikut. Planet e tij kundër luftës sonë. E kuptoj, për si do të arrihet kjo? Aksioni do të kryhet nga ora 3 deri në 4:30, në kohën kur nënpunësit bëjnë pushimin e drekës. Nga jashtë do të veprojë një siti guarill. Dhe po t'jetë nevoja do ta ndezim flak qendrën e Tiranës. Por puna më e rëndë të mbetet ty, Petrit. Aksioni do në zgjuarsi dhe guxim. Mbase të kushton edhe jetën. A je gati ti për këtë? Gati. Tani ka ardhur koha të them një sekret. Brenda ne kemi një njeri tonin. Ne do të na duhet ta ruajmë atë që ai të vazhdojë më tej luftën në strofkën e armiqve. Por në rast rreziku, ai do të ndërhyjë. Ky është Fasliu, një? E njoh. Shumë mirë. Të kam parë një herë me të Piro. Ashtu? Po. Shikon zbulusi tonë asgjë nuk i shpëton. Nuk ma mirë të mendja të kishim njëri tjetër në ministri. Idetë e mëdha të partisë të Petrit përqafohen nga shumë njerëz të ndershëm. Ai është lidh me ne kohët e fundit, pra do ta kesh krah. Kjo do të duhet. Për datën e saktë aksioni do të lajmëroj Pirua. Aranjata, colore fresco, ordoni mysteri. Aranjata, colore fresco, ordoni mysteri. A Petrit, ç'do bësh? Letra, zoti Vasli, kam përdikur një thes me letra. Thank you.
Kapter Elmiu! Kapter Elmiu! Urdhroni. Ç'kemi ande nga ty? Asgjë, zoti Toker. Djaloshi doli nga zyra e zotit Jani me një thes të mbushur me letra. Një thes? E ndoqa gjerë në kaldaj. E pashtë e kiti ishte. Bicikletën e ke para lulishtes. Arrivederci, zoti oficer.